Kreu Demokrat Sali Berisha ka zhvilluar mesditën e kësaj të shtunë një bashkëbisedim me ndjekësit në rrjetet sociale. Kundër të tjera është pyetur edhe për politikanët që e frymëzojnë. Berisha përmendi emrat si Winston Churchill, Ronald Reagan apo dhe Martin Luther King. Po ashtu Berisha përmendi edhe presidentin aktual amerikan Donald Trump, ku sipas liderit demokrat e frymëzoi kur guxoi të thotë se armiku më i rrezikshëm është armiku i brendshëm. Pyetje interesante. Sigurisht që ka shumë politikanë që më kanë frymëzuar shumë. Këta politikanë që më kanë frymëzuar me akte madhore të guximit. Më ka frymëzuar shumë Churchilli, kur thotë se nuk do të dorëzohemi kurrë, por do të luftojmë në tokë, në det, në ajër, në një kohë kur situata ishte dëshpëruese për Britaninë e Madhe. Më ka frymëzuar jashtëmasa Ronald Reagan, kur deklaroi se çështja gjermane është çështja e lirisë së njerëzimit. Zoti Gorbachev rrëzoje këtë mur. Më ka frymëzuar shumë Donald Trump, kur guxoi të thotë se armiku më i rrezikshëm është armiku i brendshëm, në kuptimin që ata janë ata që mbanin flamurin e censurës, që politizonin në mënyrë ekstreme drejtësinë, që ndërmerrnin shkatërrimet masive të simboleve të historisë së SBA-s, si në revolucionin kulturor kinez apo kundër kishave dhe xhamive në Shqipëri. Pra ata që më kanë frymëzuar më shumë kanë qenë njerëzit e vendimeve të guximshme. Më ka frymëzuar Martin Luther, që para konklavës që do ta hidhte në zjarrin e truve, u thot gjykatësve se gjithçka kam thënë, e kam thënë me ndërgjegje të plotë dhe me bindjen time të plotë. Pra frymëzuesit e mi më të mëdhenj janë guximtarët më të mëdhenj. Unë ndoshta e kuptova në këtë formë, tha Berisha.